Atëherë, ne kemi dëshirë të bëjmë disa pyetje. Si është të vish pas 50 vitesh në një gjimnaz ku dikur ke qenë i ri dhe maturant? Është emocionuese të vish në një vend që ke mësuar këtu. Po, kryesorja është që e ndjejmë veten të lumtur edhe me fat që kemi mbaruar shkollat këtu, edhe me nivelin e njohurive që kemi marrë këtu, pa bërë asnjë shkollë atje ku jemi tani në Amerikë, për shembull, e ndjejmë vetëm më lart se sa studentët që kanë mbaruar atje në Amerikë për të njëjtën gjë. Kështu, ja dim shumë për faleminderit shkollës që na ka mësuar njohuri që kemi marrë këtu. Të pyes pak, keni ndonjë kujtim që nuk harroni dot asnjëherë nga kjo shkollë, sa hyt në derë ju rikujtuaj përsëri në mendje? Kujtimet janë shumë, po domethënë gjëja më e rryer që kam marrë nga kjo shkollë është sepse kam gjetur bashkëshortën këtu. U njojtëm këtu në shkollë, u martuam dhe akoma jemi bashkë tani, mbas 50 vjetë. Shumë histori Po, pozitive. shumë histori pozitive. Domethënë nga gjimnazi ju keni fituar edhe partneren e jetës. Në jetës, po. Ishte shumë kënaqësi që u bët pjesë e kësaj Shumë interviste. Shumë faleminderit. faleminderit.